kemi një problem që hera parë ndodh në historinë e partive politike, që në Partinë Socialiste nuk kemi një emër konkret për të qenë rival ndaj Edi Ramës. Pra, Rama nesër largohet, kush e merr Partinë Socialiste? Por kjo nuk ndodh. Pse? Sepse Partia Socialiste nuk ka një jetë të shëndetshme demokratike që të thuash që ky më vlla e merr, sepse e meriton. Pra, me arrestimin e Erion Velis u shuajtur shpresat për individ të tjerë të marrin drejtimin e Partisë Socialiste dhe në këtë fushat shikojmë që Edi Rama merr Partinë Socialiste. Pra, Edi Rama parcelizon Partinë Socialiste në këto zgjedhje. E bën pronë vetjake, e bën pronë private, e bën pronë të veten. Në krahasim me Sali Berishën, Edi Rama ka thënë gjithmonë që Sali Berisha është një peng ose një e keqe e errët për Partinë Demokratike, sepse është pronar i Partisë Demokratike. Dhe pikërisht vjen Edi Rama pas shumë vitesh dhe me këtë kod zgjedhor bën Partinë Socialiste parcelën e tij, që asnjëri nuk mundet t'ia marrë, përveç se t'ia grapisi. Shkojmë tek Partia Demokratike. Partia Demokratike hap fushatën për të qenur një parti politike e bashkuar pas sulmit të egur që pati nga Yuri Kim, nga ish ambasadore amerikane, e cila fliste përbar dhe ndërkohë bënte qef me Erion Velin dhe Hametajn edhe Ballukun edhe të tjerë në resorte të mëdha në jug. Që do të thotë kuptohet qartasi që ajo lufton të Partinë Demokratike dhe kur nuk shërben të interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por vetëm të agjendës së saj, që u kuptu qartasi që barin më në fund e hongri Erion Veli dhe Hametaj, se në fund fare u kuptu qartasi që ajo punonte kundër Partisë Demokratike. Por Partia Demokratike në këtë situatë që jemi prodhon dy gjëra të shëndetshme për gjatësinë e saj si një subjekt politik. Që do thotë, në listën e Tiranës do të shfaqen dy kandidat potencial për kryetar bashkie të Tiranës, që është Jorida Tabaku, 2 Ilir Ali Mehmeti. Në rast se këta në listë hapur marrin shumë vota, njëri nga këta të dy do të kandidojë për kryetar ose kryetarit bashkisë të Tiranës. 2. Akoma më e rëndësishme dhe shëndetshme, që Rama akuzon Berishën për parcelizim, por Berisha me këtë fushat bën prezantimin e 2 kandidatëve që nesër mundet Berisha t'i trashëgoj partinë, t'ia lëshoj partinë në mënyrën demokratike, ashtu siç logjikojnë ose praktikojnë një parti politike, 2 emrave, Josefina Topalli dhe Luciano Bocci. Këto 2 emra ka filluar një fushat që është një fushat që duhet të duken përpara demokratët që do të bëjnë shpëtimin, njëri nga jashtë, tjetri nga Shkodra. Por qëllimi është që Shkodra të bëhet blu, që Luciano Bocci të thotë nesër në çdo moment, kryeministër Sali Berisha, jo kryeministër, unë dua të kandidoj të marrë drejtimin e Partisë Demokratike dhe erdhi momenti që të bëjmë kryetar. Ashtu edhe Josefina Topalli, po të njëjtën gjë, dhe ajo mund të jetë një person i cili mund të kandidojë. Unë afrohem më shumë tek pjesa e Josefinës Topalli, sepse kjo ka në këtë fushat zgjedhore disa gjëra të cilat nuk i ka Luciano Bocci. Që do të thotë, Bocci ka djegur mandatet, dhe kjo nuk është një shenjë mirë, ndërsa Josefina Topalli ka bërë diçka tjetër. I ka thonë Sali Berishës, Lulbasha po të shkatron partinë dhe iku me kokën lart. E dyta, ka qenë kryeparlamentare, e cila nuk besoj se të ketë pasur kryeparlamentar, s'ke çat korrupsion të bësh, se nuk ekziston një rast i tillë. Dhe e treta, që është akoma më e rëndësishme për veten tonë dhe për të gjithë shqiptarët të cilët është një shenjë, sepse ne e kemi, cila është shenjë, po jem me amerikanët, s'ke çat bësh, duhet të jesh me amerikanët, sepse ka faktorë të tjerë, ajo është pro-amerikane
sepse ka pranuar dhe ka ftuar Hillary Clinton, e cila ka thënë që po të jetoni në parlamentin e Shqipërisë ose në Shqipëri demokraci, të jetoni në Shqipëri. Pra, këto 3 faktor e bën Josefina Topalli një potenciale për kryetare e Partisë Demokratike. Kryeministër ose jo Sali Berisha e bën atë dhe Luciano Boçe. Çfarë tjetër kemi në këtë fushat, në hapjen e kësaj fushate? Kemi prezencën e Edi Ramës dhe Sali Berishës, që nuk kupton qartazi. Rikthimi i vitit 2008. Pra, këto kundërshtarët politik, pas shumë vitesh, vinë dhe rikthehen dhe ballafaqohen në 2009, në 2013, në 2025. E ka studiuar dikush këtë të themi, pse ndodhi kjo gjë? Sepse pikrisht mënyra se si u punuar që Sali Berisha të rikthehet dhe fuqishëm për të qenë në një aksion politik për të rimarrë pushtetin dhe për të dhënë frymë brenda Partisë Demokratike, që ishte e shkatruar nga mosveprimi i Lulzim Bashës për të marrë drejtimin e vendit, me kaq dhurata që janë bërë këtij njeriu, Lulzim Bashës janë bërë dhurata që nuk mund t'i bëri asnjë, të qenurit kaq shumë afër e pushtetit dhe të jesh bërë palë me Edi Ramën dhe sot armik me partinë që e promovoi, e bëri ministër, e bëri kryetar bashkie, e bëri kryetar partie, e bëri kryetar opozite, i dha të gjitha ato gjërat të cilët ti që ti fitosh këto do vite mund edhe ti të kesh të paktën edhe një flok të bardhë, pavarësisht çfarë bën tjetri. Por puna është këtu që në këtë fushat rikthehet Sali Berisha dhe Edi Rama. Kjo fushat do të jetë e egër, jo nga aksioni, por nga mënyra se si këta shfaqen të dy përballë njëri tjetrit dhe kujdes, në këtë përballje ke dhe partitë e reja. Partitë e reja çfarë do të bëjnë? Do të bëjnë vetëm këtë, materializimin e votës, 1, 2, 3 mandate, nuk besoj më shumë se 3 mandate. Por ajo që mbetet për të parë është se në rast se kemi rezultat dhe çfarë rezultati do të kemi, atëre do të kemi një përplasje të brendshme në Partinë Socialiste për rastin e rezultateve të mandateve. Si mendoni, çfarë rezultati do të kemi më 11 maj dhe nëse fiton Edi Rama, a do të arrijë të ketë 71 mandate dhe po ashtu edhe për Berishën? Për Partinë Socialiste, unë shikoj që në rast se shkon në 71 mandate, që unë nuk e dëshiroj fare e vetme, ta themi ashtu siç duhet, është rrezik për Partinë Socialiste, sepse Partia Socialiste pas shumë vitesh nuk do ketë mundësi të marrë veten jo si Partia Demokratike, por nuk do t'i gjejnë jo pedalet, por nuk do t'i gjejnë as godinën Partisë Socialiste. Jam i bindur për këtë që them, edhe e them me plot gojën edhe e them me bindje absolute.